Ajo është 60 vjeç dhe ka vetëm pak muaj që kalon qelinë e burgut. Fatime Frejgjaj u dënua me 3 vite burg me akuzën e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Kreu 2 vite izolim në burgun 325 në Tiranë dhe më 24 nëntor të vitit 2016 u la e lirë. E në fakt, jeta jashtë atyre hekurave është më e herët se dhoma ku jetoi për 2 vite. Fatimi është nëna e 4 fëmijëve, 2 djemve dhe 2 vajzave. Ajo është divorcuar në vitin 1994 me Ilmi Xhelon, pasi ky i fundit vuante nga shëndeti mendor. Fatkeqësisht, këtë sëmundje trashëgon vetëm vajza e vogël, Izaura, e cila sot ndodhet e shtrirë në krevat, pasi ndër të tjera është e paralizuar. Nëna e saj Fatime na tregon se Izaura ka lindur me probleme, por pas vitit 2007 shëndeti mendor u përkeqësua. Vajza ka jetuar me babain dhe nëna është munduar të kujdeset. Ajo shpeshherë ka tentuar të vetvritej. Në vitin 2014, vajza ka përdorur vajin e makinës dhe është djegur një sipërfaqe të madhe të trupit. Por drama në jetën e kësaj vajze nuk do të mbaronte këtu. Në janar të këtij viti, në banesa sociale ku jeton me babain, ajo është hedhur nga kati i 6 i pallatit, i mbijetoi vdekjes, por pësoi dëmtime të mëdha në shtyllën kurrizore dhe në pjesën e legenit. 29 vjeçaria nga janari ndodhet në krevat e paralizuar dhe babai me nënën e divorcuar mundohen t'i bëjnë shërbimet e duhura, por pamundësia ekonomike i detyron të vuajnë në mjerim. Fatimja jeton në periferitë e Tiranës së vetme me një shtëpi me qira dhe çdo ditë shkon në banesën e ish-burrit për të kujdesur për vajzën e sëmur. Ajo mbledh kanaçe për të siguruar jetesën, një histori e dhimbshme, një dramë e vërtet në familjen Frejgjaj do të prezantohet sot në studion ton. Kjo nën ka nevojë për ndihmë.